kujdesh është një moment shumë i sikletshëm ka qenë në zgjedhjet lokale të kaluara, jo këto që ishin tani, kur ne po flisnim për komunën e Drenasit, po diskutonim për komunën e Drenasit, bashkë me analistët, ishin edhe kandidatët për kryetar të komunës, e kemi pas kështu secili kandidat për balë analistëve, edhe në moment më njofton organizatori që 2 burra janë të dera e liftit edhe po të kërkuj. Edhe tash nuk e dija e kanë ditë ata emrin tim ose qka, po tash larti ishte në transmetim live edhe unë isha ajo që do duhej me u marrë. Edhe kur dalë si burra 2 metra të gjatë, edhe nervoza atyre ishte në kulm, edhe unë i thamë, mirë mbrëma, përshëndetje, si jeni, tha, i në orë mi u kalëzu që shina. Edhe, okej, edhe e kuptova. Me qëndrimin e tyre e kuptova që janë të nervoz, të frustrum, edhe thash, qka mundë me undimu, tha, nuk kena pun me ty, ishin fair, tha, po kena pun me analistat, tha dhe me qatë moderatorin në studio, tha, këta me vendos për neve, kush me konë kryetar e kush ju. Ata ishin tifo të një kundër kandidatit të Ramiz Ladrovcit. Ishte një kandidat tjetër, edhe tha na i në orë kena pun me ta, edhe ishin shumë frustrum, nervoz, edhe une... Qka i ka bo mu preka ta mu bën nervoz? Po tash ata e kanë kundërshtu. Po, e kanë kundërshtu, edhe tash a ju konë shpe atje. Qa ndodhi përfundimisht? E ka po, edhe veç i ka hip kerrit, edhe u orë direkt në studio. Jo nuk ishtë, sepse entuziast. S'pon me të pru me qaj. Pikërisht për politikë, unë tentoj të merrem vesh, kështu thash po ka dalë se ata veç janë të diskutus, dhe më thonë që vendosin, kanë menime ndryshme, nuk e din sigurt edhe aj veç nuk doj ke meni. Tha, une me ty s'kam pun, ma thirë Gjevdet Pozharin edhe Artan Beramit që të përpara. Ata ishin live në transmitim, me ata 2 kishte, edhe une e shohurën ishte dikon edhe 20 minuta me u përfundu, edhe kena post një grup kështu të analistave në Viber edhe ju shkruju, ne? Ja bëj tag Leartit, i thom Leart, keni kujdes, mos dilni prej studios edhe pak, sepse kanë ardhë 2 njerëz që janë shumë nervoz edhe mujnë me u përballë me juve, edhe thiri sigurimin, për fatë të mirë, kemi një sigurim shumë të mirë, edhe janë shumë bashkëpunus, janë të AB-s të televizionit, edhe e thiri sigurimin, i thamë, eja lartë, sepse kështu kam problem me disa, ju shkruj, edhe po ata asësin nuk donin që të merren vesh me mu. Edhe unë thamë, hajtë e pim një kafe në bufe, ulemi, diskutojmë se për çka është, sepse tash unë nëse kundërshtoj... Përfundoje, çka ndodhi në fund? Edhe në fund, ata dolën shumë të qëtësuar, të relaksuar, po e mira ishte sepse kjo pjesë e shakos, Gjevdeti edhe Artani, edhe pse ju thosha, hajtë në bufe, se a i ka shku, dhe më thonë e kuptoj qka është, e jasë qarova, a i keq pas nevoj veç për sëqarim, dhe më thonë nuk pat nevoj me thirë policinë ose diçka, nëse ishin konë kështu me tentu diçka fizikisht, normal që e kësha thirë policinë, po tash ata që ndrojshin në studio edhe nuk vishin. Edhe... Ju ka pëlqy Muhameti në studio. Artoni thirë polici, njëri ma bëjke. Tash, Arta nuk është nevoja për polici, sepse u morën vesh, a shkun, sigurimi kanë korrekt, i përcëllën, u morën sigurimi. Edhe, para me ndo, personi treti ka bëve nejtë bashkë, Artani edhe Gjevdeti, 2 polet e kundërta të globit. Ata për herë të parë që ndruan së bashku kështu për një kohë të gjatë, edhe e menagjova shumë mirë situatën, ma ne i ka pas... Kur është fëtot, acari e bën bashkë macën dhe mion. Pikërisht.